Në institucionin e prefektit të qarkut Kukës u mbajt analiza vjetore e punës për vitin 2025, ku u trajtuan rezultatet, sfidat dhe objektivat e institucionit për periudhën në vijim. Në këtë aktivitet morën pjesë zëvendësi Ministrja e Punëve të Brendshme Silva Çaka, drejtori i politikave dhe çështjeve vendore Arben Xhaferi, këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme Flamur Mamaj, drejtues të strukturave të policisë së shtetit dhe të kufirit e migracionit, si dhe stafi i prefekturës. Gjatë takimit, sekretari i përgjithshëm Donald Korbi së bashku me përgjegjësit e sektorëve paraqiti një pasqyrë të punës së kryer gjatë vitit 2025, duke u ndalur në bashkëpunimin ndër-institucional dhe rolin e prefektit në koordinimin e strukturave shtetërore në nivel qarku. Po ashtu u prezantuan prioritetet dhe synimet kryesorë për vitin 2026. Prefekti Dritan Baji në fjalën e tij vlerësoi angazhimin e stafit dhe theksoi se institucioni që ai drejton do të vijojë të ushtrojë funksionet e ligjore me përgjegjësi dhe transparencë, duke forcuar bashkëpunimin me pushtetin vendor dhe institucionet e tjera në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zhvillimit të qëndrueshëm të qarkut Kukës.